Presidenti i Republikës Bajram Bekaj ka uruar të gjithë gratë dhe vajzat shqiptare me rastin e ditës së ndërkombëtare të gruas, duke cilësuar ato si forca e vërtetë e jetës. Në një postim në rrjetin social X, ai ka shpërndar foto nga takimet dhe vizitat që ka zhvilluar me gratë dhe vajzat gjatë periudhës së presidencës, duke theksuar angazhimin e tij për t'i mbështetur ato. Nga ana tjetër, kryetaria e Kuvendit Elisa Spiropali ka shpadhur një urim më të ndjeshëm, duke u drejtuar grave dhe vajzave që kanë vuajtur nga dhuna, ata që nuk kanë mundur të shpëtojnë, si dhe ato që janë mohuar nga të drejtat dhe liritë themelore. Dua të kujtoj me respekt të thellë ato që nuk shpëtuan dot nga dhuna, ato që shpëtuan por nuk e shëruan, vajzat që nuk arsimuan sepse nuk i lejuan, ata që u shkelën dhe u shfrytzuan, vajzat martuara me detyrim, ata që përfliten sepse guxojnë, ata që kurrë nuk e lejuan të shfaqin personalitetin, por edhe të gjithë ato gra dhe vajza që ja dorën, duke sfiduar pengesat, ato gra të guximshme dhe inteligjente të potencialit pakufishëm njerëzor, që rrifshehur tek vajzat e jashtëzakonshme shqiptare, kudo ku janë, kudo ku vuajnë, kudo ku lodhen, kudo ku triumfojnë. Ndërsa ministri i jashtëm Igli Hasani ka vlerësuar rolin e gruas dhe ka theksuar se qeveria do të vazhdojë të promovojë mundësinë e barabartë për gratë në të gjithë fushat si një prioritet i rëndësishëm për zhvillimin e shoqërisë. Nga qelia, kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, tha se u kujdes të lë porosit veçantë që përgjatë 8 marsit gratë dhe vajzat të përdorin transportin publik falas. Një urim për vajzat, gratë dhe nënat shqiptare ndau nga paraburgimi dhe kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta, duke theksuar se vlerat e familjes po conohen nga agjendat antikombëtare sorosiste, sipas tij tek prindi 1 dhe prindi 2. Për ministrin e punëve të brendshme Ervin Hoxha, gratë në strukturat e policisë janë shembull i forcës dhe vendosshmërisë. Në kuadër të ditës së ndërkombëtare të grave, një grup i vogël grash dhe vajzash marshuan në rrugët e Tiranës duke kërkuar të drejtat barabarta dhe liri. Pjesëmarrësit, të cilët mbanin pankartat dhe shprenin për mbrojtjen e të drejtave të grave, marshuan nga sheshi Skënderbej deri në bulevardin Dëshmorët e Kombit, duke ndalur përpara kryeministrisë dhe në zonat e bllokut. Ata kërkuan barazinë dhe ngacmuan çështjet e krimeve ndaj grave, të cilat shpesh shpjegojnë si krime pasioni, duke quajtur ato femicid. Pankartat e tyre thoshin: "Mos ma merrni lirin, jemi gra të igra. Digjeni patriarkatin dhe nuk është krim pasioni, është femicid." Protesta kishte një atmosferë energjike, me tupana dhe thirrje për drejtësi. Edhe disa burra u bashkuan marshimit duke mbështetur kërkesat e grave për ndryshim. 8 marsi, dita që njihet si dita e grave, shërben si një moment e reflektimi dhe angazhimi për projektet, për barazit dhe për drejtësi për të gjitha gratë pa dallim feje, race apo kultura. Në përkujtim të ditës së ndërkombëtare të gruas, kryeministri Edi Rama zhvilloi një takim me gratë dhe vajzat e Shqipërisë, duke vlerësuar rolin e rëndësishëm që ato kanë në shoqëri. Rama theksoi se nëse burrat nuk do të kishin votuar, Partia Socialiste do të kishte fituar 90 mandate, duke shprehur besimin se partitë femra ka një forcë të padiskutueshme. Gjatë fjalës së tij, kreu i qeverisë u shpreh në mënyrë ironike për koalicionin e Sali Berishës, duke kritikuar grumbullimin e figurave të tij, ndërsa theksoi se Partia Socialiste do të ketë një platformë tjetër për të ardhmen e Shqipërisë. Ndryshe nga të tjerët që kanë grumbulluar të gjitha rraqet mashkullore të Shqipërisë në emër të një madhështie që Zoti e di se ku është, se gjëja më madhështore që unë shoh në ata anë janë mustaqet e Kujtim Gjuzit, po e vetëm një gjë madhështore. Shikojini mustaqet e Kujtim Gjuzit dhe aty e keni kartë vizitën e madhështisë së asaj bauleje me rraqe. Ne do të kemi një qasje krejt tjetër. Ne, burrat, ata që kanë marrë nga Partia Socialiste mandate, do t'i hedhim në fush që të meritojnë mandate. Ndërsa, gratë t'i ndajmë në 2 pjesë. Gratë në pjesën e mbyllur të listave dhe pastaj vajzat që do t'jenë pjesë edhe e listave të hapura. Në një tjetër moment të fjalës së tij, ai shfrytëzoi mundësinë për të komentuar protestën e paralajmëruar nga Berisha, ku u bëri thirrje që fëmijëve të mos shkonin në shkollë dhe të protestonin për mbylljen e TikTokut. Lajthitja e madhe e thirrjes për të mos shkuar në mësim fëmijët dhe prindrit për t'i mbajtur fëmijët në shtëpi që mos shkojnë në mësim sepse do mbyllet TikToku, tregon në fakt se sa rreziqe tjera mund të presim nga një mendje e ikur për territal.
Rama theksoi se ky ishte një veprim pa sens, duke theksuar se protestat të tilla janë një paralajmërim për rreziqe që mund të mos vinë nëse do të përfshihet mendja e gabuar në vendimarrje. Ai bëri thirrje që në 11 maj të mbështetet Partia Socialiste për të mos humbur mundësinë për të avancuar në negociata në anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka prezantuar një program të ri që synon fuqizimin e grave dhe vajzave shqiptare nëse koalicioni që ai drejton fiton në zgjedhjet e 11 majit. Gjatë fjalës së tij në ditën ndërkombëtare të grave, Berisha ka akuzuar me tone të ashpra kryeministrin Edi Rama duke quajtur atë kryeministrin më mizogjen që ka pasur Shqipëria dhe Europa. Kryeministri Edi Rama është kryeministri më mizogen që ka patur Shqipëria ndonjëherë dhe që ka njohur Europa. Ato shpërthime që pat ju, pa qira të volins, ato janë zakonshme në mbledhjen e Këshillit të Ministrave. Janë të zakonshme në ditën e tij të punës. Ndaj edhe ai nuk thot dot një fjalë të vetme në mbrojtje, në mbështetje të grave dhe vajzave. Nuk ka një projekt të vetëm. Nuk mund të tregojë kjo qeveri një projekt të vetëm, me cilin ajo lufton për suksesin e tyre. Ai ka denoncuar gjithashtu abuzimin me një fond prej 60 milionë eurosh që kishin ardhur nga qeveria franceze për mbështetje të grave shqiptare, të cilën i quajti të vjedhura dhe të humbura për shkak të përfshirjes së tij në buxhetin e shtetit. I akordoi qeverisë shqiptare 60 milionë euro të destinuara për ndihmën e grave. Dhe ç'është e vërteta, unë e vlerësova. Po pse ku shkuan ato? Ato u futën në buxhet për të vjedhur. 60 milionë euro nuk ishin pak, se me 60 milionë euro mund të zbusje kredit e mira grave në biznes. Me 60 milionë euro mund të mbështesje mira startupe të tyre. Mund ndërmidhje pra ishte plus që ligji e kërkon se në ato 60 milionë euro të ofruara ndihmë bujare do të fusë edhe ti një fond, do të fusë edhe ti një përqindje për të treguar, por aty ky fond kaloi i tëri, u trupzuan buxhet dhe humbi krejtësisht destinacionin e tij. Berisha ka garantuar se nëse Partia Demokratike do të vijojë në pushtet, do të realizojë politikat që mbështesin aktivitetin e grave dhe vajzave dhe do të luftojë për të ulur varfërinë në vend. Sali Berisha ka deklaruar se Shqipëria nuk plotëson asnjë nga kriteret për anëtarësimin në Bashkimin Evropian, përveç pozicionit të saj gjeostrategjik. Në një intervistë për mediat greke Liberal, ai ka kritikuar ashpër qeverinë e Edi Ramës, duke akuzuar për korrupsion të lartë, arrestimin e liderëve opozitar dhe manipulimin e drejtësisë. Në asnjë mënyrë absolute Shqipëria nuk plotëson asnjë kriter përveç pozicionit gjeostrategjik. Një vend që arreston në vitin elektoral 3 lider të opozitës së partive kryesore, një vend që u merr mandate me gjykata kundërshtarëve politik, se i kontrollon ato dhe shpall se do të mbyllë rrjetet sociale. Ky vend me një shkallë të lartë korrupsioni, më të imagjinueshëm, me afera korruptive të cilat shkojnë miliarda. Ky vend i cili është një narkoshteti i parë dhe i vetëm në Europë, ku përfaqësuesi i Sinalos pritet në zyrën e Edi Ramës dhe marrin licenca për kazino dhe resorte me 5 yje. Sa i përket marrëdhënieve Shqipëri-Greqi, Berisha ka pranuar përparimin, por ka kritikuar ashpër qeverinë Rama për mangësitë në marrëveshjen e detit, duke theksuar se Edi Rama hoqi dorë nga një marrëveshje më parashme e dakorcuar për të përballur me këtë çështje në Hag. Për marrëveshjen e detit kishim rënë dakord me qeverinë e qendrës së djathtë dhe qendrës së majt të Greqisë që të shkonim në Hag. Edi Rama hoqi dorë nga kjo dakordsi dhe deklaroi se do të bëjë një marrëveshje më të mirë. Negocioi 2 deri në 3 vite dhe kur erdhi problemi për firmosur marrëveshjen, Edi Rama tha se nuk e firmos dot për arsye se ekziston vendimi i gjykatës kushtetuese. Ishte shumë jo serioze. Në lidhje me arrestimin e Fredi Belerit, Berisha ka theksuar se kjo ishte një akt politik, duke pretenduar se arrestimi i tij ishte i lidhur me interesa mafioze të Edi Ramës e lidhur me pronësinë e kamionit të GPS. Edi Rama i mori mandatin vetëm se Beleri nuk do të lejonte Ramën të grapiste kamionin e GPS. Kur arrestua Beleri, unë deklarova publikisht që është arrestim politik dhe prapa këtij arrestimi qëndrojnë interesa mafioze direkte e Edi Ramës. Nuk e dija se Edi Rama është pronësuar pas një dokument kadastral kanionin e GPS, një nga kanionet më të bukura të Jonit dhe të Mesdheut, për nënën dhe kushëritë e tij. Berisha ka përmendur gjithashtu se non grata
Shpadhja e tij është rezultati i lobimeve të korruptuara nga Edi Rama dhe George Soros, duke quajtur një vendim të padrejtë dhe të motivuar politikisht. Radovan Çel, avokati i njohur i akuzuar për ofrim rishfeti dhe ndërhyrje në çështje të drejtësisë, do të mbetet në burg pasi gjykata e posaçme e la në fuqi masën e sigurisë arrest me burg që ishte vendosur në mungesë. Kërkesa e mbrojtjes për një masë më të butë, duke argumentuar se nuk ka rrezik për arratisje apo për prishjen e provave, u refuzuan nga gjykata. Çela akuzohet se ka ofruar rishfet në disa çështje të rëndësishme, përfshirë edhe dosjen e njohur Toyota Yaris, ku ai dyshohet se ka ndërhyrë për të ndikuar në vendimet e gjykatës për çështje të pasurive të sekuestruara. Avokati i Çelës, Isuf Shehu, ka pohuar se klienti i tij ka mbajtur qendrim mohues ndaj akuzave dhe ka theksuar se SPAK nuk ka prova për të lidhur Çelën me përdorimin e aplikacionit Sky ECC, që përdori nga kriminal për të fshirur bisedat e tyre. Ai ka shtuar se Çela nuk është përdorues i këtij aplikacioni dhe se akuzat nuk janë të bazuara në fakte të forta. Në lidhje me çështjen e Toyota Yaris, që përfshin sekuestrimin e 3.4 milionë eurove të fshehura në 2 automjete, hetimet vijojnë. SPAK ka lëshuar urdhër arreste për disa persona të tjerë të lidhur me këtë çështje, përfshirë Astrid Vladin, kushëririn e të dënuarit Elvis Vladi dhe ish oficerin e policisë gjyqësore Riona Dautaj. Ky hetim, i cili ka zbuluar kontakte të rëndësishme të përfshira në korrupsion dhe ndikim në drejtësinë shqiptare. Policia e Kosovës ka konfiskuar armë, municion dhe pajisje të tjera ushtarake në fshatin Banjisk, një zonë e banuar me shumicë serbe në veri të vendit. Operacioni u ndërmor pas raportimit nga pjesëtarët amerikan të KFOR-it, të cilët hasën në mjetet të dyshimta brenda një mulliri të vjetër dhe të braktisur. Policia tha se ka konfiskuar uniforma ushtarake, 3 gjoksore për mbajtjet e armatimit, 3 granata dore, 3 karikator të zbrazët të armës së gjatë, 2 shok bomba, një bombë ndriçuese dhe 28 fishek të armës së gjatë. Sipas autoriteteve, armët dhe municioni i gjetur në Leposavish i takonin pjesëtarëve të organizatës Mbrojtja Civile, e shpallur terroriste në Kosovë. Ky është rasti i dytë brenda një jave që policia konfiskon pajisje ushtarake në veri, pas një operacioni të mëparshëm në Leposavish më 28 shkurt, ku u gjetën armë dhe uniforma që i përkisnin organizatës Mbrojtja Civile, e shpallur terroriste në Kosovë. Ministri i Brendshëm Xhelal Sveçda dhe drejtori i policisë, Gazmend Hoxha, kanë paralajmëruar për rrezikun e grupeve të armatosura në veri. Zona mbetet e tensionuar pas sulmit të 24 shtatorit 2023 ndaj policisë së Kosovës, ku mbeti i vrarë një rreshter dhe u gjetën sasi të mëdha armatimi. Raportuesi për Kosovën në Parlamentin Evropian, Riho Terras, ka reaguar pas deklaratave të fundit të presidentit serb Aleksandar Vučić dhe mbështetjes së hapur që ai mori nga lideri rus Vladimir Putin. Në një bisedë mes dy liderëve, Putin siguroi Vučićin për mbështetje të plotë në një kohë kur Serbia po përballet me protesta të mëdha antisheveritare. Terras e ka kritikuar Vučićin për afrimin e vazhdueshëm me Moskën, duke theksuar se Serbia po i shikon zhvillimet e saj të ardhshme përmes diktatit të Putinit. Ai ka paralajmëruar se ndikimi rus në Ballkan nuk është një fenomen i ri, por tani rrezikon seriozisht stabilitetin rajonal. Modelet e ndërhyrjeve të Rusisë nuk janë asgjë e re dhe presidenti Vučić nuk lë asnjë dyshim. Ai e sheh të ardhmen e Serbisë në diktatin e Putinit, u shpreh Terras. Ai ka bërë thirrje Bashkimit Evropian të veprojë për të ruajtur integritetin dhe pavarësinë e rajonit. Ndërkohë, BE ka reaguar ndaj veprimeve të Serbisë në Këshillin e Evropës, ku Beogradi ka penguar ftesën e Kosovës për të marrë statusin e kandidatit special në Komitetin Politik të Asamblesë. Një zëdhënës i BE-s e ka cilësuar këtë veprim si shkelje të marrëveshjes së Ohrit, duke theksuar se Serbia nuk po respekton angazhimet për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Situata në Ballkan mbetet e tensionuar, ndërsa raportet mes Serbisë dhe Perëndimit vazhdojnë të përkeqësohen për shkak të lidhjeve të saj të ngushta me Moskën. Bashkimi Evropian ka vendosur të rrisë numrin e trupave paqëruajtëse në Bosnjë dhe Hercegovinë, si një masë për të adresuar tensionet në rritje mes qeverisë qendrore dhe liderëve të entitetit serb të Bosnjës, Republika Srpska. Misioni e EUFOR-it, forcë paqëruajtëse ndërkombëtare, ka njoftuar se do të rrisë përkohësisht praninë e saj në territorin e Bosnjës.
Megjithatë nuk është specifikuar numri i saktë i trupave që do të dërgohen. Në një komunikat të lëshuar nga EUFOR, thuhet se kjo masë ka për qëllim të ndihmojë Bosnjën në ruajtjen e sigurisë dhe stabilitetit, duke theksuar se kjo veprimtari është e lidhur ngushtë me mbështetje ndaj autoriteteve të Bosnjës për të ruajtur rendin e përgjithshëm. Kjo vendim vjen pas një tensioni të madh, pas vendimit të gjykatës kushtetuese të Bosnjës për të pezulluar ligje që ishin miratuar nga Kuvendi i Republikës Srpska, që kufizojnë funksionimin e institucioneve shtetërore dhe krijojnë mundësi për ndarje. Pjesë e forcës EUFOR janë trupa nga vende të ndryshme të BE-s dhe rajonit, duke përfshirë Austria, Greqinë, Italinë dhe Turqinë. Pavarësisht kërcënimeve të Donald Trump për sanksionet e ashpra ndaj Rusisë, Kremlini nuk ka ndryshuar kurs dhe ka vazhduar me bombardime masive në Ukrainë. Gjatë natës mes të premtes dhe të shtunës, raketat dhe dronet rus kanë shkaktuar të paktën 14 viktima dhe dhjetëra të plagosur në disa qytete ukrainase. Sulmi më i rënd ndodhi në Dobropilia, një qytet në veriperendim të Donetskut, ku forcat ruse goditën 8 pallat e banimi, duke vrarë 11 persona dhe plagosur të paktën 30 të tjerë. Sipas autoriteteve ukrainase, ofensiva ruse ka për qëllim të marrë kontrollin e plot të rajonit të Donetskut, një objektiv strategjik i Moskës që nga fillimi i luftës. Ndërkohë, Harkivi, një tjetër qytet i madh Ukrainas pranë kufirit me Rusinë, u përball me një valë të re sulmesh. Bombardimet atje shkaktuan viktima dhe dëme të mëdha në infrastrukturën civile. Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky deklaroi se këto sulme tregojnë se Rusia nuk ka ndryshuar strategjinë e saj dhe vazhdon agresionin për të zgjeruar territoret e pushtuara. Në përgjigje të përshkallëzimit të sulmeve, ish presidenti amerikan Donald Trump paralajmëroi Kremlinin për sanksione të rënda dhe tarifa të paprecedenta që sipas tij do të godasin rënd ekonominë ruse. Megjithatë, deri tani Moska nuk ka dhënë asnjë sinjal tërheqjeje dhe ofensiva ushtarake vazhdon me të njëjtin intensitet. Kryeministri i Polonisë Donald Tusk njoftoi një iniciativë të re për të zhvilluar trajnime ushtarake në shkallë të gjerë për çdo mashkull të rritur në Poloni, si pjesë e një strategjie për forcimin e sigurisë kombëtare përballë rritjes së kërcënimeve të mundshme. Tusk theksoi se plani i qeverisë është të krijohet një ushtri e rezervistëve prej 500.000 ushtarësh, që përfshin burra të trajnuar në rast lufte. Ky program synon të krijojë një forcë që mund të përballojë kërcënimet e mundshme që lidhen me situatën aktuale të sigurisë në Evropë. Përveç kësaj, Tusk theksoi se ai nuk po kërkon rikthimin e shërbimit ushtarak të detyrueshëm, por një sistem rezerv bazuar në modelin zviceran, ku çdo burr është i detyruar të shërbejë ose në ushtri, ose në një shërbim civil alternativ, ndërsa gratë mund të shërbejnë vullnetarisht. Kryeministri përmendi gjithashtu nevojën për Poloninë të shërtojë mundësitë bërthamore dhe teknologjitë ushtarake moderne për të përforcuar mbrojtjen kombëtare. Tusk nënvizoi se ky është një hap i nevojshëm për të siguruar mbrojtje të fortë dhe të aftë për të përballur me kërcënimet e sigurisë që po shfaqen, veçanërisht në dritën e sulmeve ruse ndaj Ukrainës dhe pasigurisë që ka shkaktuar administrata Trump në lidhje me angazhimet ndaj NATO-s. Territori shqiptar për datën 10 mars 2025, sipas të dhënave meteorologjike, do të përballet me kushte atmosferike të qëndrueshme. Sipas parashikimeve, pritet një ditë me kthjellime dhe orë me diell. Temperatura minimale parashikohet të jetë 8 gradë Celsius ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 22 gradë Celsius. Era pritet të fryjë me drejtim nga jugperëndimi, me një shpejtësi maksimale 2.5 deri në 3 metra për sekond, çka do të bëjë të krijohen dallgëzim deri në 2 ball. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë. Shkodër, 12 deri në 18 gradë Celsius. Kukës, 8 deri në 20 gradë Celsius. Peshkopi, 8 deri në 20 gradë Celsius. Tiranë, 8 deri në 22 gradë Celsius. Durrës, 8 deri në 20 gradë Celsius. Kavaj, 8 deri në 20 gradë Celsius. Elbasan, 8 deri në 22 gradë Celsius. Berat, 9 deri në 24 gradë Celsius. Korç,
4 deri në 18 gradë Celsius. Vlorë, 8 deri në 21 gradë Celsius. Gjirokastër, 8 deri në 20 gradë Celsius. Sarand, 8 deri në 21 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 10 mars 2025, sipas të dhënave meteorologjike, parashikohet të jetë i qëndrueshëm. E gjithë dita do të jetë me kthjellime dhe orë me diell. Temperatura minimale parashikohet të jetë 5 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 19 gradë Celsius. Era do të fryjë kryesisht nga juglindja, me një shpejtësi maksimale 2.5 deri në 3 metra për sekond. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovica, 5 deri në 18 gradë Celsius. Podujev, 5 deri në 18 gradë Celsius. Skënderaj, 5 deri në 18 gradë Celsius. Pejë, 4 deri në 17 gradë Celsius. Prishtinë, 5 deri në 17 gradë Celsius. Gjakov, 4 deri në 17 gradë Celsius. Malishev, 4 deri në 17 gradë Celsius. Gjilan, 4 deri në 17 gradë Celsius. Ferizaj, 5 deri në 19 gradë Celsius. Kaçanik, 4 deri në 17 gradë Celsius. Suharek, 4 deri në 17 gradë Celsius. Prizren, 4 deri në 17 gradë Celsius.